Kryeministrit Christian Mickoski i vjen keq që prindërit e fëmijëve të ndjerë që humbën jetën në diskotekën Puls refuzuan ftesën për të takuar me të në qeveri. Ai tha se është i gatshëm të takohet me ta në Koçan dhe mohon se deri tani ka marrë ndonjë ofertë për një takim të tillë. Ai shtoi se ka qenë disa herë në qytet, por theksoi se nuk dëshiron që rasti të marrë karakter spektakli, duke akuzuar opozitën për përpjekje për të fituar pikë politike nga tragjedia. Žalam što je takva odluka. Më vjen keq për një vendim të tillë. Nuk e kam problem të shkoj në Koçan dhe absolutisht do të bëj gjithçka, siç kam bërë deri tani, për t'i ndihmuar aq sa mundem. Por gjithashtu dua të them se pohimi se unë kam marrë ftesë për shkuar atje për një takim të tillë është një gënjeshtër. Një gjë e tillë nuk ekziston. Megjithatë, pa marrë parasysh nëse kjo është ftesë, pohoj se do të shkoj në Koçan dhe do të bisedojmë, do të organizohemi dhe do të bijem dakord. Të shtunën familjarët njoftuan se e kanë refuzuar ftesën nga kabineti Mickoskit, pasi ajo ka ardhur me vonesë. Kryeministri ishte ftuar nga të gjithë prindërit e fëmijëve të ndjerë që të shkonte në Koçan dhe atje të organizojë takimi në një formë dhe përmbajtje që ata konsiderojnë të përshtatshme. Duke marrë parasysh që disa nga prindërit nuk janë në gjendje të udhtojnë për shkak të pasojave të tragjedisë që ndodhi më 16 mars 2025 në diskotekën Puls në Koçan, ata theksuan se propozimi për takim në Koçan është i arsyeshëm dhe i drejtë. Të afërmit dhe miqtë e viktimave të zjarrit në diskotekën Puls të shtunën pasdite mbajtën marshin e 5 protestues në Koçan, nga ku dërguan mesazhe: nuk ka falje, drejtësi për engjëjt tanë duhet të ketë. Inspektorët flinin, fëmijët nuk u zgjuan. Me fotografitë e fëmijëve në duar pyeten: kush i vrau këta engjëj? Kush u lejoi demonëve t'i vrasin këta engjëj? Ata kërkuan drejtësi të paanshme dhe të drejtë. Prokuroria njoftoi se hetimi do të përfundojë brenda një afati prej 3 muajsh, i cili skadon në pjesën e dytë të qersharit. Në tragjedinë që ndodhi në Koçan më 16 mars, humbën jetën 62 persona, ndërsa u lënduan rreth 200 të tjerë.